Ndeshjen më të nxehtë që ofron kalendari eliminatorëve të botrorit, miqtashur, dhe sigurisht një pyetje e madhe që vjen nga komuniteti ndërkombëtar është: ore, vërtet po e lejojnë të ndodhë kjo ndeshje? Mirëmëngjes tani, mirëseve. Mirëmëngjes, faleminderit. Sigurisht ndeshja është e nxehtë ashtu si është dhe koha tani, se kemi një kohë të nxehtë dhe ndeshja është e nxehtë. Po edhe periudha në Ballkan zakonisht është nxehtë këtu në këtë vend që ka dhe klimë kontinentale. Është më tepër që është një ndeshje ku brenda ka termin derbi ballkanik. Që ke shoh pak të shqetësuar. Jo, unë nuk jam i shqetësuar, por ajo që më vjen keq është që edhe pse është një ndeshje futbolli, ajo brenda i kalon pritshmëritë e ndeshje futbolli dhe është një ndeshje që ka brenda më tepër ngjyrime politike, ngjyrime tashmë që dihen etnike, sesa kur mendon që aty do të luajnë 90 minuta futboll, të dyja skuadrat do të kërkojnë të fitojnë, të marrin 3 pikët, sepse Shqipëria, siç e dim, do të jetë ndeshja e tretë në grupin tonë. Ne kemi pësuar një humbje me Anglinë, kemi fituar me Andorrën dhe do të zhvillojmë ndeshjen e tretë. Dhe kuriozisht shorti na bën që ne të presim në stadiumin kombëtar, të presim Serbinë. Ndërkohë Serbia nuk i ka filluar akoma ndeshjet, është ndeshja e parë e Serbisë. Është një ndeshje që në prag, edhe pse të paktën në letër duket sikur ka një mbizotron një farë qetësie me fjalë. Si shto dhe redon makazhet e këngët e veta? Po sigurisht deklaratat në shtypin serb, ku kolegët tanë këtu në Shqipëri, sigurisht në shkrimet e tyre, domethënë u bë gati një javë që e kanë filluar me një deklaratë të presidentit Vučić, i cili në një takim partjak i tha Tranierit, në base ka qenë rastishme, nuk e dim sa rastishme ka qenë, që i tha Tranierit Sokovishta që shiko, duhet të shkonin në Tiranë dhe të fitoni. Në sensin se çfarë i ka thënë, nuk është se ka ndonjë gjë të keqe, më thënë për t'i thënë për t'i thënë, por kur vjen nga presidenti Vučić, një njerëz që është shumë i lakmuar, shumë i lakuar nëpër media, domethënë për ato deklaratat e tija, sigurisht Tranieri Stojković, një lojtar i madh i ish Jugosllavisë, domethënë, unë di të them që ai e ka marrë pak me sportivitet dhe ka thënë që ne shkojmë në Tiranë dhe për të bërë detyrën. Sigurisht Serbia shkon në Tiranë për të fituar 3 pikët, sepse nëse do që të shkojë në një kampionat botror, eliminatorët janë të vështira, grupi është i vështirë, Anglia është një favorite kryesore. Mos bëjmë pak sport, më lejo të bëjmë pak politik fare? Po. Vučić dhe Stojković kanë qenë aty kur luftrat e Ballkanit filluan nga një stadium. Sigurisht, as nuk diskutohet fare, domethënë. Kjo e bën që të jetë pak më shqetësuese edhe ai shkëmbim. Pikërisht pra, por thash një herë, domethënë, nëse kjo deklaratë ose kjo thënie e kryeministit për Tranierin duhet ishte, por tani aty pikërisht ka qelluar që ishte te Tranieri, domethënë, kupton? Kështu që kjo ka qenë diçka që, domethënë, mund të jetë dhe e kurdisur, por ne po themi që unë e shikoj në sensin që nëse një kryeministër i thot Tranierit të ekipit kombëtar që shkonin në atë vend dhe fitoni këtu, nuk është se ka ndonjë gjë të keqe, por nga mënyra se si është bërë, pastaj se si është bërë ky interpretim, sigurisht që këtu ai e ka marrë me sportivitet, sepse në deklaratën që ka dhënë ai e di shumë mirë që na pret një ndeshje e vështirë, do të luajmë ndaj një kombëtare që ishte në edicionin e fundit, ishte pjesëmarrëse në kampionatin evropian, dhe ai e di shumë mirë që janë futbollista profesionistë, bin nga klubet dhe nga kampionate shumë të dëgjuar të Europës, ndërkohë edhe në krahun tjetër edhe kombëtarja serbe. Domethënë, unë thashë kam përmendur edhe disa studio televizive, mjafton të shikosh në Transfermarkt, edhe pse në letër kombëtarja serbe nuk është më e mira e të gjithë kohërave, të paktën nga analiza që bëjmë, kombëtarja serbe nuk është më e mira, por është një kombëtare që ka një vlerë në Transfermarkt, domethënë që do të thonë që shkon diku ke 257 milionë euro, ndërkohë në krahun tjetër kombëtarja e Shqipërisë është 107 milionë euro. Futbollisti nga futbollistat më të shtrenjtë sigurisht është Vlahović, një futbollist, një nga sulmuesit më të mirë të Serie A, aktualisht me një vlerë monetare rreth 50 milionë euro, luan në kampionatin e Serie A me Juventusin, ndërkohë që lojtarët tonë klasifikohen, ka një rënje të një futbollisti Armando Broja për shkak të dëmtimeve, për shkak të mos aktivizimit permanent në kampionatin anglez, qoftë ke Chelsea, qoftë ke Evertoni, ai ka një rënje, vlera e tij ka shkuar në Transfermarkt rreth 12 milionë euro, të njëjtën shifër ka Gjemshiti që luan ka Atalanta me 12 milionë euro, të njëjtën shifër ka Aslani që luan te Interi 12 milionë euro, për shkuar pastaj te Muçi apo te Uzuni me vlerat ke 9-10 milionë euro. Megjithatë, të gjitha këto janë parametra që normalisht janë të dy skuadrave ose të dy kombëtarëve që aktualisht janë në letër. Renditjen e UEFA-s, renditjen e FIFA-s, Shqipëria renditet në vendin e 66, kundrejt vendit të 31 që është kombëtarja e Serbisë. Por të gjitha këto e bëjnë të ndeshje që
e para punës njerë, prak ndeshja është atil që Federata Shqiptare e Futbollit po merr të gjitha masat dhe për të mos pasur asnjë incident, sa ka arritur deri aty sa njerëzit, më thënë, edhe pse duan të jenë të pranishëm në stadium, masat do të jenë të atilla që unë të them të drejtën edhe si gazetar që kam vendin e garantuar, diskutoj që të shkoj apo jo, sepse e para punës njerë duhet të jesh 3-4 orë përpara duhet të jesh në stadium. Kordoni i sigurisë do të jetë i tillë që do të ketë shërbime të atilla, edhe këtu s'ka asgjë të keqe, por sigurisht që ne e kemi provuar këtë, unë e kam provuar në ndeshjen e Elbasan Arenës, kur e njëjta situatë ishte edhe atje, domethënë të bënte që shiko, duket sikur këto masa, unë i kam parë, për sa, domethënë kam parë evenimente, ose kam parë finale të Champions League-s, kam parë evenimente që sigurisht futbolli është një sport popullor që normalisht argëton njerëzit, jep mesazhe, ka pasur raste, për shembull në Madrid është vënë lajmi që ka bombë, edhe nuk është anulluar ndeshja, domethënë, megjithatë masat nuk ka asgjë të keqe. Por masat që kanë bërë kur luan kombëtarja, të paktën me Serbinë, që ne i kemi provuar këtu, dhe me Izraelin, sigurisht me Izraelin nuk ka lidhje me ne, por për shkak të masave të sigurisë që vetë shteti i Izraelit ka për problemet e veta geopolitike që ka në rajon. Edhe është tillë masat e sigurisë. Do të ketë deri aty sa do janë vënë dhe kamera për të skanuar njerëzit për persona që të paktën janë të skeduar në listë që nuk duhet hyrë në qoftë në stadium. Të gjitha këto e kanë bërë që prak ndeshja e kësaj është që Federata kërkon që në fund fare, në fund të 90 minutave të mos kemi asnjë incident. E them dhe këtë sepse unë e shikoj në një tjetër sy. Ndeshja është një derbi Ballkanit, do të jetë në syrin dhe në lupën e gjithë mediave, qoftë televizioneve, nga që vetë transmetimi do jetë i tillë dhe dalim keq për asnjë arsye. Dhe duhet kemi parasysh një gjë që Flavio, sado një incident i vogël që mund të ndodhi, të ju garantoj që do të zmadhohet aq tepër, dhe ajo që është më rrezikshme pasaj është që ata pa gjë ta kthejnë 10 fish atje në ndeshjen e kthimit, që paktën nga informacionet janë që nuk do të zhvillohet në Beograd, edhe fatikisht edhe ndeshja këtu ishte lënë që mos zhvillohej në Tiranë, por sigurisht u vendos. Kemi pasur një dënim nga FIFA dhe nga ajo për lidhur me ndeshjet me Andorën, ku tifozat kuqezit pranishën në stadium kundërshtonin me forcë lidhur me evenimentin e kampionatit ujës të njishit në vitin 2007, ku tashmë dihet që Federata Shqiptare e Futbollit dhe Federata Serbe do të organizojnë bashkë këtë eveniment. Edhe pse kjo është një vendim që ka ardhur nga UEFA, nuk është se Shqipëria zgjodhi Serbinë, por megjithatë tifozat kuqezi e kanë kundërshtuar me forcë, koret kundër kombëtarëve serbe sigurisht janë incizuar nga delegati i ndeshjes atë ditë, mos gaboj ka qenë një delegat nga Kipro, i cili ka çuar në UEFA, në FIFA, dhe normalisht dënimi erdhi ku 20 aplikimi është bërë çik nga këta thanët. Tani këto pasaj është po sigurisht 20%, 30% e stadiumit ose më mirë ato mbrapa portës duhet të jetë është vendosur që këta mos jenë tifozat as kuqezi as tifozat të tjerë, po të jenë shoqata, nxënës shkollas, nuk e di si është vendosur sepse do ta shikojmë në stadium sepse kush i ka marrë ato bileta për të qenë pranishme. Thash një herë, masa duhet të jenë të tilla, por mbi të gjitha Flavi ne do luajmë futboll. Shoqatat nga këto tani shoqata edhe kam dëgjuar, domethënë, po nuk e di, thash një herë, sepse mund të jenë edhe me Ylber, po sigurisht tani tifozat kuqezi kanë bërë një deklaratë që nuk do të jenë pranishëm në stadium. Kjo për vetë faktin sepse ata, duke qenë se nuk janë preferuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, sepse Federata ka thënë që shiko, në momentin që këta kanë dërguar emailin lidhur me pajisjen me bileta, Federata ka thënë që ju duhet të shkoni dhe të aplikoni